Sot shënohen 2 vite nga ndarja nga jeta e Teodor Vasos, një prej emrave më të rëndësishëm të futbollit shqiptar në vitet 60-70. I lindur në Korçë në shtator të vitit 1941, ai u bë pjesë e disa prej klubeve më të njohura në vend, si Skënderbeu, Partizani dhe 17 Nëntori, si dhe veshi fanellën e kombëtares shqiptare. Gjatë karrierës së tij sportive, Vaso zhvilloi 36 ndeshje ndërkombëtare dhe realizoi 26 gola, duke u dalluar për përkushtimin dhe forcën në fushën e lojës. Një ndër momentet më kulmore mbetet përballja me Gjermaninë Perëndimore në vitin 1967, ku pavarësisht dëmtimit, kontribuoi në barazimin historik 0-0. Për meritat e tij në sport, ai u vlerësua me tituj të rëndësishëm si mjeshtër i merituar i sportit, medalja e artë dhe emblema e artë e Korçës, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar në historinë e futbollit shqiptar.